Sonte, kombëtarja e vajzave të Kosovës në handball zhvilloi një ndeshje të fortë ndaj Finlandës në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian. Takimi përfundoi me rezultat 23-21 në favor të Finlandës, por për ekipin e Kosovës kjo ndeshje kishte një domethënie shumë më të madhe se sa rezultati. Vajzat kosovare treguan luftë, përkushtim dhe shpirt garues deri në sekondat e fundit, duke dëshmuar se handbolli i femrave në Kosovë po vazhdon të rritet dhe të përfaqësohet me dinjitet në arenën ndërkombëtare. Edhe pse pa fitore, pjesëmarrja dhe paraqitja e tyre ishte një mesazh i qartë se Kosova është pjesë e garave evropiane dhe vazhdon të ndërtojë të ardhmen e sportit të femrave.